Keni pas asgjë asnjëherë? Asnjëherë. Beatrix Ramosaj. Qa, ti kërkoj falje apo të më kërkoj falje? Po. Shiko, Beatrixi është një vajzë shumë e mirë, e shkëlqyer. Ka qenë disa herë në emisione që kam punuar, ka qenë 2-3 herë tek apartamenti, ka qenë një herë tek Kalifornia, më duket. Edhe gëzova shumë që pash në Instagram, kishte pas të jemën se murë më duket, kishte ka pasur kancerin edhe mu bë zëmra mal kur kishte lëvizur atë zilen e jema edhe ajo shakaja nuk ishte farë për Beatrixin dhe kanë humbur thelbin njerëzit, kombi ishte një shaka për mënyrën se si këngëtarët e rinj që kanë 2-3 vjet karrierë, po ikin nga muzika, unë dashi po ngelet muzika, ishte një shaka për llajin e saj, kupton, nuk ishte për në qoftë se është dukur sikur ka bërë punch down, nuk ka qenë ai intencioni im. I bëj punch down dikujt, sidomos një femre që 2 vjet para se të bëjon këtë punch down-in gjasme, po i bënin të gjithë punch down, unë po i bëja punch up.